Është prototipi i dytë që kemi bërë. Prototipi i parë është një dron quadcopter, pra me 4 helika. Në aspektin profesional ka qenë një ngritje goxha e lartë. Kisha me thonë, po edhe më ka bu me arrit këtu ku jam. Themelet kryesore të atë që shihni sot janë vendosur për Bashkimit Evropian se ndihmës që kanë dhënë ata. Inputi i ofruar nga vendi Bashkimi Evropian ka qenë me rëndësi jashtëzakonisht madhe për zhvillimin tim profesional. Impakti është shumë i dukshëm, është shumë pozitiv. Jo për mua, po besoj për gjithë sistemin e drejtësisë. Krenuli smo od jednog jako malog lokalnog nerazvijenog medija, ali mislim da danas predstavljamo jedan deo mozaika informisanja srpske zajednice. Jam propozuar me marr pjesë në një quhet programi i vizitorëve të Bashkimit Evropian, European Union Visitors Program. Ajo që unë kam mësuar nga hartimi, koordinimi, implementimi këtyre projekteve me konsorciume në nivel evropian është që më ka ndihmuar ta kuptoj në një dimension tjetër konceptimin e ideve, konceptimin e reformave arsimore, koordinimin institucional, zhvillimin e kulturës institucionale. Investimet e Bashkimit Evropian, por edhe të donatorëve të tjerë, kanë transformuar në mënyrë thelbësore Termoposin. Në një të kaluar jo shumë të largët, qytetarët e Kosovës jetonin në një sistem ku media kontrolloi nga Partia Komuniste, ekonomia ishte pronë e shtetit dhe drejtësia funksiononte në ndikimin e drejt për drejt politik. Gjykatat nuk ishin të pavarura, ndërsa sistemi arsimor shërbente si mjet për përhapjen e ideologjisë së partisë. Në këtë shoqëri të vogël ballkanike, lufta dhe diskriminimi sistematik lanë pasoja të thella. Rruga drejt transformimit demokratik nuk ishte e lehtë dhe ende sot mbetet një proces i gjatë dhe sfidues. Në qershorin e vitit 1999, vendi me më pak se 2 milion banor nisi një kapitull të ri, tranzicionin nga një shoqëri e dalë nga lufta drejt një vendi që synon demokracinë, zhvillimin dhe barazinë. Në këtë rrugtim, vendi përpiqet të përqafojë standardet dhe vlerat europiane, duke lënë pas trashëgiminë e sistemit të kaluar. Liria, drejtësia, të drejtat e njerëzit dhe një shoqëri demokratike përbëjnë themelët mbi të cilat ndërtohet e ardhmja. Sot, me 9 prill, në ora 10:45 minuta, shpall solemnisht shpall Kushtetutën e Republikës Kosovës, emiratuar nga 107 deputetët e Kuvendit Kosovës. Për Kushtetutën e Kosovës, këto nuk janë vetëm parime, por premtime për një jetë më të mirë, me më shumë mundësi për edukim, zhvillim dhe realizim të ëndrave. Studimet tregojnë se kosovarët e lindur në një nga vendet më të varfëra të Europës vazhdojnë të besojnë fort në ëndrrën europiane. Çdo ditë, individ të përkushtuar punojnë për të arritur standarde më të larta në arsim, ekonomi të qëndrueshme, sundim të ligjit dhe drejtësi të barabartë. Për ta, ëndra europiane nuk është thjesht një ide, por një vizion konkret. Gjykatat e drejta, arsim cilësor, ekonomi të zhvilluar dhe një mjedis të pastër për brezat që vijnë. Në më pak se 26 vite, institucionet e Kosovës arritën të ndërtojnë legjislacion që në masë të madhe është harmonizuar me Bashkimin Evropian, të bëhen pjesë e marrëveshjes së stabilizim asociimit, të sigurojnë liberalizimin e vizave dhe të përafrojnë vendimmarrjen me standardet e BE-s. Në këtë periudhë, edhe pse jo e gjatë, bizneset synojnë të arrijnë standarde evropiane, ndërsa universitetet të arrijnë nivelin evropian të arsimit. Në këtë rrugtim, mira projekte të Bashkimit Evropian të zbatuara në vend
ka ndihmuar në krijimin dhe avancimin e këtyre standardeve. Në vlerë monetare, Bashkimi Evropian është mbështetësi më i madh financiar i Kosovës që nga viti 1999. Mjetet e taksapaguesve evropian të investuara në projektet e Kosovës prekën secilin qytetar të vendit. Ndryshimet në ligje, investimet në sistemin e drejtësisë, investimet në infrastrukturë, edukim dhe demokratizim janë pjesë e përjetimeve të përditshme të vendit. As you know, the European Union is the largest provider of financial assistance to Kosovo since the very beginning, since the war of 1999, and then across the decades we have invested some 3.7 billion euros here in Kosovo as the European Union to support a very fundamental transformation from a country ravaged by war to the flourishing place we are seeing today. Në transformimin nga një shoqëri e pas luftës e të qeverisur nga një sistem socialist komunist, Kosova pësoi ndryshime të mëdha në organizim dhe funksionim institucional e organizativ. Institucionet e pavarura u transformuan në përmbajtje dhe në funksionimin e tyre. Disa prej tyre u ndërtuan që nga themelët duke përqafuar vlerat europiane. Sistemi i drejtësisë është investimi ma kapitali i Bashkimit Evropian dhe i partnerëve të tjerë, këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, norvegjezëve dhe partnerëve të tjerë, pa mohu rëndësinë e gjithëve që kanë investuar, sidomos në ndërtimin dhe konsolidimin e këtij sistemi të drejtësisë. Dhe në radhë parë duhet të përmend faktin që gjithë proceset e reformave që janë nënshtruar në periudhën e pas luftës, nga shputja e sistemit ligjor nga Jugosllavia deri te struktura e gjykatave në vitin 2013 dhe pastaj edhe aplikimi dhe pranimi i standardeve ndërkombëtare për sistemin e drejtësisë, në fakt janë mbështetje e Bashkimit Evropian dhe i partnerëve të tjerë. Kur themi cilat njësia ndërtu mendimin e BE-s, unë në parim thash që krejt struktura administratës tatimore është ndërtu prej BE-s, se fillet e para i kanë bata. Po kur kthesh në strukturën që tash aktualisht është, mundem i veçu dy njësi që kryesisht kanë të bëjnë me hetime që janë ma komplekse për nga natyra, edhe njësit për mbledhjen e borxheve. Pra, pjesa e hetimeve ose njësia e hetimeve ka kërku më shumë njohuri sa i përket hetimeve financiare, që në Kosovë ka mujtë me qenë mangët ajo, pra dhe kanë ardhur ndihme prej shteteve të ndryshme, po kryesisht janë paguar prej fondeve të BE-s. Padyshim, përkraja e BE-s në të gjitha fazat ka ndihmuar që dogana e Kosovës të ketë një qasje shumë efikase karshi kontrabandës, evazionit fiskal dhe në gjitha formë mashtrime që na bën. Në logjistikë është vetëm mbështetja në gjithë infrastrukturën e sistemit drejtësisë në mënyrë veçantë të gjyqësore, dhe këtu kisha pas me përmend në mënyrë të veçantë investimin për pallatin e drejtësisë, që është objekti qendror i sistemit drejtësisë në Republikën e Kosovës, po edhe investime tjera kapitale që lidhen me sistemin qendror të evidencës penale, që ka qenë po ashtu një projekt kapitali i Bashkimit Evropian dhe i cili është përfunduar diku në vitin 2022, që e shndron krejtësisht sistemin nga një sistem manual i regjistrat në një sistem elektronik, duke digitalizuar dhe këtë shërbim. Nga projektet më të rëndësishme të Unionit Evropian ka qenë ai i realizuar në Bashkëpunimin me Këshillin e Evropës, i cili ka qenë projekti në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit, i cili ka pasur 3 faza. Të 3 fazat janë mbi 12 vjet projekte të Unionit Evropian dhe Këshillit të Evropës në përkrahje të agjencisë, qoftë në krijimin e dokumentave strategjike dhe dokumentat të punës së agjencisë, po ashtu në trajnime specifike, në vizita studimore në pamjes së praktikave më të mira të vendit të Unionit Evropian dhe zbatimin e këtyre praktikave në Kosovë. Ndryshimi shoqëror drejt demokracisë u shoqërua me ndryshime të rëndësishme të legjislacionit, proces ky i gjatë dhe shumë i mundimshëm.
Kosova trashëgoi një legjislacion të ndërtuar në modelin komunist, i cili promovonte vlera të tjera, të cilat nuk promovonin institucione të pavarura dhe mekanizma të transparencës. Që nga viti 1999 e deri më sot, Kosova hartoi hiç më pak se 616 ligje dhe mira rregullore e udhëzime administrative. Në pjesën më të madhe të tyre, ekspertiza e BE-s ishte rrënjësore për reformën e thellë institucionale, e cila u mbështet nga ndryshimet e vazhdueshme ligjore. Ekspertiza lidhet me vetë fillet e konceptit për sistemin e drejtësisë, pra me investimet dhe me ekspertizën për ndryshimin e legislacionit në Republikën e Kosovës, pra flas edhe për periudhën e paslutës, siç dihet gjithë legislacioni ka ndryshuar, pastaj ligji për strukturën e gjykatave vitin 2013, pra që është realisht vitin 2012, dhe vetë investimi që është bën në konceptin e kësaj strukture gjyqësore të vitit 2018 që realisht përfaqëson hartën gjyqësore që është në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës. You asked about areas on which we are focusing. Of course, for the European Union, the very fundamental area is rule of law, reforms of the judiciary, ensuring that citizens, companies can have a level playing field and can focus on pursuing their happiness, so to say, but have a level playing field to invest, to have a judiciary which is independent and impartial. So that is the first area on which we are focusing. Strategjia për sundimin e ligjit në fuqi nga viti 2021, po edhe vetë paku e reformave që pret tani të kalojnë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, është një koncept i mbështetur dhe në një formë i kujdesur nga Bashkimi Evropian, për shkak se përveç të tjera më jemi konfirmuar që kjo mbështetje ka dhënë edhe orientimin tonë strategjik edhe si sistem drejtësie, po besoj edhe si rrugë e integrimit. Duhet të përmend që në programet kombëtare të integrimit, sidomos pas marrëveshjes së asociacionit të stabilizimit, realisht ne çdo vit përmbushim mosat. Janë hartuara dokumentet përveç ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, i cili është aprovuar në vitin 2018, pastaj kanë pasuar një sër dokumentesh tjera të rëndësishme që janë aprovuar nga Ministria e Drejtësisë dhe janë draftuar me ndihmën e Këshillit të Evropës dhe Unionit Evropian, që kanë qenë udhëzuesi për hetimet administrative, ka qenë udhëzuesi për mbrojtjen e sinjalizuesve, ka qenë udhëzimi administrativ që bën të zbatueshëm ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të cilët janë në zbatim jo vetëm nga agjencia, por nga secili institucion, sepse si institucion është i obliguar të ketë zyrtar specifik për menaxhimin e konfliktit interesit, për shembull, ose për trajtimin e rasteve të sinjalizimit të brendshëm. Në veçanti kohën e fundit, në përpjekjet tona në modernizimin e organizatës, kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me BE-n përmes projektit për menaxhim financave publike. Në këtë drejtim ne kemi përfituar shumë nga ekspertiza e ekspertëve të angazhuar nga BE-ja për afrimin e legjislacionit doganor me kodin e ri, i cili ka hyrë në fuqi me 25 maj të vitit 2024. Këtu përmes projektit në vazhdimsi kemi pasur përkraje për të siguruar që legjislacioni, po edhe praktika dhe zbatimi janë të parafruar me aki të BE-s. Sigurisht që në Kosovë edhe përmes programeve tjera, po në mënyrë veçantë nga Instituti Gjyqësor, tani Akademia e Drejtësisë është punuar shumë në zhvillimin e shkatësive gjyqëtare për standarde ndërkombëtare, sepse ne kemi edhe pjesë të kushtetutës zbatim direkt, po njëkohësisht kemi edhe praktikën e gjykatës së Strasburgut si burim të së drejtës, dhe në këtë kontekst më me konfirmuar që ka pas mjaftueshëm trajnime për gjithë gjyqtarët, edhe në programet fillestare, edhe në programet e vazhdueshme, edhe nga ekspertiza e brendshme, po njëkohësisht edhe nga ekspertiza ndërkombëtare. Me një sistem të shkatëruar tatimor, sundim jo adekuat të ligjit dhe drejtësi ende në ndërtim, në të kaluarën rruga e Kosovës drejt standardeve europiane sfidoi seriozisht edhe nga varfëria. Me investimet e BE-s, sistemet burokratike u zëvendësuan me sistemet të digitalizuara. Shkollat e shkatëruara u zëvendësuan me shkolla moderne,
e gjykatat e vogla u bën me pallate të drejtësisë. Na i ofrojmë diku 59 shërbime përmes platformës së Edit, që janë shërbime që ofrohen për tatim paguesit. Shumica e tyre janë përkrapa i Bashkimit Evropian. Do të më përmend edhe sistemin qendror të evidencës penale që ka pas një kostë dikon 7 milion euro dhe që realisht e ka ndërtu logjikën që nga shërbimet manuale dhe mënyra klasike e funksionimit të gjykatat duhet kalojmë në një stad tjetër. Për shembull, ka software të veçantë që lypin përjardhjen e transaksioneve që ty me një Excel të thjesht nuk është që mundesh me i bë. Ose lypin relacionet e njerëzve, burimet familjare të tyre, lidhjet, konfliktet e interesave që i kanë me to. Një prej tyre quhet iBase, për shembull, edhe këto i marrin dhënat prej administratës tatimore të Kosovës, mandej ato krijojnë modelime të ndryshme sa i përket vijes së hetimit ose rrugës cilën duhet me ndjek ata. Në shoqëritë më të varfra në zhvillim, ku njerëzit jetojnë nga paga në pagë, njerëzit priren të jenë jo të vëmendshëm ndaj ambientit. Kosova vazhdon të jetë njëri nga vendet me ndotje të lartë, me përqindje të lartë të ndotjes së lumenjve, trajtim jo adekuat të mbeturinave dhe nivel të lartë të emetimit të karbonit në ajër. Në kaosin ambiental, investimet e BE-s premtojnë të bëjnë ndryshimin në pastrimin e ajrit, pastrimin e lumenjve dhe trajtimin e mbeturinave. Projektet madhore të impianteve të ujrave të zeza dhe projektet milionshë të instalimit të filtrave në termocentralet në Obiliq premtojnë impakt direkt në mbrojtjen e ambientit. We need to support Kosovo in improving waste management, for instance, in helping clean the air and increasingly rely on renewables. But on that way we are, for instance, helping install filters, which one day will hopefully achieve that there is cleaner air above Prishtina and across Kosovo. Pothuajse secili projekt që e kemi ose që planifikohet me Bashkimin Evropian e ka edhe ndikimin ambiental dhe ndikimin në tranzicionin energjetik. Nëse flasim në energji për projektet e mëdha si ky elektrofiltrave, pra po flasim për një projekt i cili mundson që prodhimi i energjisë elektrike nga termocentrali Kosova B të bëhet me ulje të ndotjes së pluhurit për 90%, ndërsa me ulje të ndotjes së oksideve të azotit për 60%. Pra kjo është një ndikim direkt në jetën e qytetarëve, do të jetë me realizimin e projektit, të veçanërisht të Prishtinës, Fushë Kosovës e Obiliqit, por jo vetëm. Praktikisht, deri me sot, elektrofiltrat i kemi pas të dizajnum 260 mg per normal meter kub. Në qoftë se i bë krahasimet me direktivën më të re ose me elektrofiltrat të cilët do të dizajnohen dhe do të instalohen në Kosovën B, do të t'i bie 13 herë më efikas ose 13 herë do të ndalen më shumë emisionin pluhur në krahasim me ekzistuesit. Sot unë sapo erdha nga nënshkrimi i marrëveshjes për ndërtimin e 5 impianteve të vogla për trajtimin e ujrave të zeza të lumit Sitnica nga mbetjet e Kekut, mbetjet industriale të Kekut, edhe ky është një projekt tjetër i cili direkt ndikon në pastërtinë e lumenjve tonë dhe shëndetin e qytetarëve tonë. Ky projekt po financohet nga Bashkimi Evropian me grant 12 milion euro. Projekti i trajtimit të ujrave është projekt tipik ambiental, qëllimi i të cilit është trajtimi të gjitha ujrave që shkarkohen nga termocentrali Kosova B në lumin Sitnica. Planifikohen diku 5 impiante të ndërtohen para se të shkarkohet ujë në lumin Sitnica. Edhe këtu trajtimi do të bëhet në përputhje me direktivën më të re të Bashkimit Evropian, e cila i parashe metodat apo teknikat më të mira të disponueshme për trajtimin e ujrave. Në kuadër të këtyre ujrave shkarkuese hin
ujrat që kanë përbamje me vajra yndyrat ndryshme, ujrat e procesit, ujrat apo rrjedhjet atmosferike, rrjedhjet e parkingjeve, rrjedhjet nga zona elektrofiltrave, rrjedhjet e ujit nga trolli i deponisë së Thëngjillit. Në një ditë të zakonshme në Kosovë, ju do të takoni në çdo hap investimet e realizuara nga Bashkimi Evropian. Nëse do ju duhet një ambulancë, ajo mund të jetë donacion i BE-s. Nëse do të shkoni në shkollë, pajisjet, invertari apo dhe teknologjia, mund të jenë donacion i BE-s. Nëse keni punë me institucionet, ligjet dhe procedurat në masë të madhe janë harmonizuar me BE-n. E kur ktheheni në shtëpi, potencialisht edhe shërbimet të cilat po i merrni janë rezultati i investimeve nga BE-ja. Mira njerëz të cilët jetojnë në Prishtinë marrin ngrohjen nga sistemi i kogjenerimit, një projekt i BE-s i cili mundsoi jetësimin e ngrohjes së Prishtinës nga termocentralet në Obiliq. Ngrohja me kosto të lirë kursen qindra megawatt energji elektrike dhe mundson ngrohjen. E i gjithë ky projekt është realizuar në kuadër të paketës për eficiencë të energjisë. Investimet e Bashkimit Evropian, por edhe të donatorëve të tjerë, kanë transformuar në mënyrë thelbësore Termokosin, nga një ndërmarrje tradicionale në një ndërmarrje shumë moderne, e cila tashmë është model për në rajon, në Evropë, për ofrimin e ngrohjeve ndaj qytetarëve. Mbështetja fatgjate e Komisionit Evropian ka forcuar infrastrukturën tonë, ka përmirësuar kapacitetet operative dhe ka pozicionu Prishtinën në një qytet me një të ardhme shumë të sigurt të energjisë termike dhe të pastër dhe inovative. Impjanti i ri i ngrohjes qendrore në Gjakov ka qenë një projekt tjetër që ndihmon që ofrohet ngrohje për qytetarët e bazuar në djegjen e biomasës, pra që është energji e ripërtrishme. Aktualisht kemi projekte me BE në fushën e eficiencës energjisë që gjithashtu kontribuojnë në tranzicionin e gjelbër, sepse duke qenë se përmes investimeve në eficiencë të energjisë, qoftë në ndërtesa publike si shkolla, spitale e të tjera, qoftë në shtëpi private e të tjera, nëse ullet konsumi energjisë elektrike, kjo do të thotë që ullet ndotja edhe e nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike. Termokos e përfaqëson një nga rritjet më të rëndësishme në sektorin e energjisë termike në Kosovë. Ky sistem bazohet në parimin e prodhimin e njëkohësishëm të energjisë elektrike dhe lirimit të energjisë termike, ku më herët energjia ngrohëse është liruar, avulli është liruar, është humbur nga termocentrali, sot ai avull shndërrohet në energji termike që shfrytëzohet për ngrohjen e banesave dhe ndërtesave në qytetin e Prishtinës. Fal këtij sistemit kemi arritur përmirësimin e dukshëm në cilësinë e ajrit, uljen e kosteve të qytetarëve, si dhe rritjen e sigurimit të furnizimit me energji termike. Projektet kryesore që na kemi zhvilluar me BE-n ose me mbështetjen e BE-s janë dy, të cilat i kanë disa komponente në kuadër të vetvetes. Fillimisht është projekti i cili ka përfshi renovimin ose aplikimin e masa për eficiencë të energjisë në sektorin publik, ndërtesat komunale, i cili ka filluar në vitin 2020. Sipas marrëveshjes fillestare, investimi është still diku rreth 19 milion euro, ku pjesëmarrja e mjeteve të BE-s është still rreth 10 milion euro. Ky projekt ka filluar në 2020 dhe ka vazhduar, është përfunduar diku në 2024, pjesën më të madhe, dhe tash vazhdojmë me një pjesë tjetër. Projekti i dytë ka të bëjë me sektorin banimor ose rezidencial, i cili është projekt më i vëndshëm, i cili ka shifrën prej 20 milionëve. Kështu që mjetet që janë investuar nga BE-ja deri tani përmes fondit të Kosovës sillet rreth 30 milion euro. Edhe tashmë jemi në pritje për projektin e ri përmes IPAS me fondet e BE-s, i cili presim përgjigjen pozitive nga zyra e BE-s, i cili sillet diku rreth 16.5 milion euro. Edhe në Skënderaj është përfshi projekti për eficiencë.
Këtu zakonisht janë përfshim 3 objekte të asistentës sociale, përgjithsisht janë 90 banesa ose banor. Spari, si punë e parë, është bë komplet largimi i gjitha pjesëve të anshme që ka qenë përpara, edhe në një farë forme kanë filluar renovimet e objekteve. Përgjithsisht nga sipërfaqja e jashtme, por në një farë forme edhe në sipërfaqen e brendshme. Ky investim i Bashkimit Evropian, do të thonë, ka ndikuar në ato pjesë që kanë qenë shumë të nevojshme për mbarvajtjen e punëve edhe ofrimin e ambientit përshtatshëm që për aktivitete kulturore edhe që për stafin. Do të thonë, ndrrimi i dritarëve, hidroizolimi i kulmit, termoizolimi i mureve, dritat LED, edhe ngrohtorja po ashtu, do të thonë, kanë qenë jetike për këtë objekt. Investimet prej 3 miliarde 700 milion euro të Bashkimit Evropian kanë lënë gjurmë të dukshme në Kosovë. Kur institucionet e vendit nisin hartimin e legjislacionit, përpiqen të sigurohen që secili hap të jetë në harmoni me direktivat dhe standardet europiane. Kur një gjykatës trajton një lëndë të një qytetari të Kosovës, ai do të synojë të zbatojë standardet e gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit, duke ndryshuar rrënjësisht nga ish sistemi komunist. Kur një padi dorëzohet në gjykatë, ajo do të menaxhohet nga sistemi elektronik i lëndëve, duke ndryshuar tërësisht nga sistemi i menaxhimit fizik, i cili kishte mundësi të lartë korruptimi. Kur institucionet do të ofrojnë shërbime, ato do të synojnë të përdorin standardet europiane. Kur ndërmarrjet publike planifikojnë investime, ato synojnë të zbatojnë standardet minimale ambientale. Ndryshimet shoqërore të mbështetura nga Bashkimi Evropian janë të dukshme dhe në njërin nga shtyllat më të rëndësishme të demokracisë, liritë dhe të drejtat e njerëzit. Në të gjitha raportet, Kosova renditet si një vend ku shoqëria civile ka hapësirë të përshtatshme pune dhe zëri i saj dëgjohet. Më rëndësishmja, investimet e BE-s kanë mbështetur funksionim të mediave të pavarura në vend. Aktivistë e gazetarë të pavarur janë fuqizuar të jetësojnë ëndrat e tyre, vetëm duke qenë të mbështetur nga fondet e taksapakuesve europian. Evropska unija je pomogla, dakle, tako što je obezbedila sredstva da se projekat realizuje i to je onaj najvažniji deo, jer je poznato da kada su u pitanju mediji, nezavisni mediji na srpskom jeziku, nemaju tu mogućnost da imaju kontinuirano i stalno finansiranje i kroz ovakve programe mi pronalazimo budžet da radimo neke jako važne stvari i to je ono što je možda u ovom trenutku sa jedne strane dobro jer se bavimo pitanjima od javnog značaja. Kosovo 2.0 si organizat mediatike ka fillu në vitin 2010. Do më tash janë bo 16 vite, për cilat ekzistojnë fillimisht, ka fillu si platformë për blogje, që ka qenë si risi, ka qenë diçka e re në atë kohë, dhe po ashtu me revistën e shtypur. Që për fillimit Kosovo 2.0, qëllimi jon ka qenë me pru një gazetari pak më ndryshe, një gazetari më thelbësore, e cila përveç që përqendrohet në trajtim më thelbësor të çështjeve socioekonomike, kulturore, politike që ndikojnë në jetën e qytetarëve, po ashtu t'i vendos në fakt qytetarët dhe përvojat e ndryshme të tyre në qendër të gazetarisë. Što se tiče Radio Goraždevca i danas Goraždevac Medija Grupe kao jedne medijske organizacije, zapravo naš cilj kada je u pitanju da se bavimo medijskim poslom bio je pre svega da možemo da informišemo ljude koji ovde žive, jer u ovom delu Kosova dakle nije bilo nijednog medija na srpskom jeziku i mi smo tako davne 1999. godine u oktobru nastali sa ciljem da informišemo preostalu srpsku zajednicu. Hibridi, dhe më thonë, ka fillu publikisht ose zyrtarisht në shtator të 2020-ës, por para përgatitet kanë qenë disa muaj ma herët.
Kjo ka lind si nevojë e keq informimit në atë periudhë, siç e dini, domethënë koha e pandemisë, Covidit, edhe kanë filluar shumë dezinformata ma qarkullu rreth pandemisë dhe Covid. Mendoj që nga fillimi i prezencës, nëse mund edhe të them të Bashkisë Evropiane në Kosovë, mbështetja për shoqëri civile dhe për media ka qenë thelbësore. Dhe më vjen mirë që ajo mbështetje ka vazhdu me qenë prezente ndër vite dhe që një të kohë edhe është rrit edhe është zgjeru. Pa, Evropska unija je, kada je u pitanju Radio Goraždevac, u tom nekom prethodnom periodu pomogla puno. Mi smo, da tako kažem, nismo uvek direktno bili korisnici bilo kojeg fonda kada je u pitanju Evropska unija, ali posredstvom BIRN-a na Kosovu, recimo i BIRN-a uopšte, imali smo razne manje grantove od strane Evropske unije koji su imali za cilj da podstaknu neke istraživačke priče pre svega, da se bave nekim temama koje su od javnog interesa i značaja za građane koji ovde žive. I to je ono čime smo se u nekom proteklom periodu bavili. Takva vrsta podrške nam je pomogla pre svega da ne samo napravimo neke dobre priče kada je u pitanju zajednica, nego je pomogla i da steknemo neku vrstu, ajde da tako kažem, pre svega i iskustva ovde u redakciji, ali i poverenja između lokalne zajednice i naših slušalaca i pratilaca na društvenim mrežama sa nama. Pa je tako, recimo, tokom perioda koronavirusa, kada je bio koronavirus, imali smo i tada, čini mi se, jednu od tih podrški koja je došla od strane BIRN-a preko fondova Evropske unije, gde smo obilazili mnoge povratničke kuće, pretežno starije osobe koje nisu mogle da se kreću jer je za vreme korone bilo zabranjeno da se izlazi duže od sat vremena, čini mi se, da bi nas kasnije i Kancelarija Evropske unije, konkretno mene kao glavnog urednika, nominovala za nagradu Evropljanin godine, European of the Year. I te godine, dakle, to je jedna vrsta i samog priznanja u odnosu na to. Pored toga, trenutno takođe imamo jedan takođe taj mali program sa BIRN-om koji se zove Javni interes kroz objektiv, gde se bavimo temama koje pogađaju ruralne sredine i ostvarivanjem prava zajednica u tim sredinama. To je ono što jeste jako, jako važno. I takođe radimo na jednom programu uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju, EED. Taj program, dakle, traje do negde septembra ove godine i to je jedna vrlo značajna podrška za sam naš, dakle, ne samo za redakciju i za naš medij, nego za javni interes, jer se radi o onoj institucionalnoj podršci koja ima za cilj da pospeši našu produkciju. And then the very last area I would wish to mention is crucial everywhere in Europe for the strength of our democracies, and that is support for the resilience of the society and especially resilience against disinformation and misinformation, which frankly, if we just give it a free range for such activities, this will undermine Kosovo's democracy, and we need to foster Kosovo's democracy, foster ability to have independent media and to be able to face and deal with disinformation. Projekti është që të monitorohen mediat në periudha zgjedhore, ku është përfshi tetor deri në dhjetor, domethënë këto 3 muaj, ku e ka përfshi zgjedhjet lokale edhe zgjedhjet e 28 dhjetorit, domethënë zgjedhjet parlamentare. Në këto periudha, domethënë është zhvilluar metodologjia për hulumtim se çka ka pas keq informata në këtë periudhë dhe në kuadër të kësaj është përpiluar një raport ku do të prezantohet domethënë me gjetjet dhe do të diskutohet se si mund të, me një panel domethënë profesional, se si mund të krijojmë një reziliencë, qëndrueshmëri domethënë të
informacionit gjatë periudhave zgjedhore. Zyra e BE-s në Kosovë është të rëndësishme për mos mushu media të cilat e kanë të pamundur me mbjetu vetëm duke u bazu në një treg, i cili po ashtu dhe tregu është mjafti politizum në mënyrën se si ndodh financimi për media. Në ëndrrën evropiane, nxënësit e studentët e viteve 2000, të cilët përfituan nga trajnimet e bursat e Bashkimit Evropian, sot janë pjesë e vendimarrjes në Kosovë. Vendimarrësit e edukuar në frymën evropiane sot zbatojnë standardet e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit. E bashkë me të, sigurohen të adaptojnë legjislacionin konform direktivave dhe rregullave të BE-s. Pararoja e demokracisë, shoqëria civile dhe mediat, të mbështetura nga Bashkimi Evropian, vazhdojnë të ruajnë vlerat europiane duke monitoruar dhe mbikëqyrur në vazhdimsi performancën e institucioneve publike. KDI-ja do thot ka përfitu ndoshta edhe më shumë nga ndikimi ansor apo vizioni që nesër Kosova të arrijë standardet e BE-s. Do thot për neve do thot ka qenë një udhërrëfys se ku jemi sot dhe ku duhet dhe vazhdon të jetë një udhërrëfys se ku jemi sot dhe ku duam të jemi nesër. Dhe ndoshta kjo është do thot ai ndikimi më i madh që ka pas në kulturën edhe zhvillimin e KDI-s. Nëse sot e marrëm edhe shohim cilën do analizë të KDI-s, e shohim që KDI-ja gjithmonë insiston dhe rekomandon për afrimin si të legjislacionit, si të kulturës institucionale, po edhe të kulturës qytetare afër kulturës evropiane, sepse aty synojmë që nesër të jemi edhe ne pjesë. Duke marrë për bazë faktin që Bashkimi Evropian është donatori kryesor në Kosovë, natyrisht që mbështetja që kemi pas nga Bashkimi Evropian ka qenë thelbësore për zhvillimin e GLPS-s ndër vite. Ne krahas mbështetjes financiare që kemi marrë nga Bashkimi Evropian, shumë shpesh jemi bërë bashkë edhe për iniciativa të ndryshme ku kemi reaguar për tema të ndryshme. Prandaj mbështetja e Bashkimit Evropian nuk ka qenë domosdoshmërisht vetëm financiare, por mbështetja e Bashkimit Evropian kanë qenë edhe përpjekjet e tyre ndër vite që të rrisin rolin e shoqënisë civile, të rrisin përfshirjen tonë procese të rëndësishme qofshin legislative ose politikë bërjes. Projektet të BE-s, të cilat i kemi zbatuar ne dhe që kanë pas për qëllim përkrahjen e përfshirjes ose integrimit të fëmijëve nga komunitetet Roma Shkali Egjiptian, po edhe nga grupe tjera të marginalizuara në sistemin e arsimit, kanë ndikuar dhe kanë pas rezultate të jashtëzakonshme. Me projektet e BE-s janë përkrahur me vite të tëra qendrat mësimore që kanë qenë qendra me bazë në komunitet për të i përkrahur fëmijët dhe familjet për integrimin e tyre në shoqëri, po në veçanti në sistemin e arsimit. Unë mund të them që në vitin e largët, 2003, 2004, numri fëmijëve nga komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian që kanë ndjekur arsimin e mesëm të lartë, shkollën e mesme, ka qenë shumë i ulët. Një përqindje tepër e ulët. Sot kjo përqindje në nivel të vendit është spaku është e pesfishuar me atë që ka qenë, qëndron dikon tek vlera e 80%. Pra, kemi normal tentohet që kjo me u përmirësu edhe më shumë. Pra, sot kemi fëmijë nga këto komunitete të cilët kanë përfituar bursa nga projektet e BE-s për vazhdimin e shkollimit. Edukimi cilësor është njëra nga shtyllat e rëndësishme të cilat Bashkimi Evropian përkrau Kosovën në 26 vitet e fundit. Me mbështetjen e BE-s u ndërtuan programe universitare nga fillimi. 10 shkolla dhe kopshte u ndërtuan e u renovuan. E më rëndësishmja, studentët dhe gjeneratat e reja përfituan nga bursat për shkollim në universitete prestigjioze.
Bashkimi Evropian ka qenë përkrahasi kryesor i zhvillimit të Fakultetit të Edukimit, po ashtu mund të thuhet edhe për sistemin e arsimit lartë në Kosovë, edhe pse të gjitha projektet kanë qenë në baza konkurruese dhe në bazë të vlerësimit të kredibilitetit dhe ideve që ne kemi prezantuar, megjithatë mund të themi që përkrahja që është dhënë Fakultetit të Edukimit është e pazaventueshme dhe ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin e institucionit. Bashkimi Evropian ka bërë një renovim të shkollës shtatore e Vitomëritës komplet, prej themelit deri në kulm. Shkollën tonë është bërë një ndryshim i mirë, një ambient shumë i mirë për nxënësa dhe shpresoj që të vazhdojmë me këto investime edhe në të ardhmen. Projekti i Bashkimit Evropian e Shkollën Dardania ka shifrën mbi 2 milion euro. Këto janë të përfshira investimet në të gjitha aspektet, të fillu prej mureve, që e bën edhe më të veçantë pamjet estetike që i kanë, që ka lloj-llojshmërit në ngjyrave, që është shumë më e kapshme për syrin e nxënësit. Mirë po, nuk do të vlente kjo nëse nuk do të ishin investuar edhe në rrjetin e energjisë elektrike, në rrjetin e ujësjellësit. Sot kemi një ndriçim jashtëzakonisht shumë të mirë edhe nëpër klasë, edhe nëpër korridore, madje vlen mu përmend që në korridore janë të vendosura dritat me senzor, të cilat ndikojnë edhe në eficiencë të energjisë elektrike. Ne kemi 2 laboratore të cilat janë ndërtuar përmes përkrahjes së Bashkimit Evropian. Laboratori për edukimin për STEM, që ka për qëllim që studentët që janë në gjendje të përgatiten për integrimin lëndor në mes të shkencës, matematikës dhe teknologjisë, të bëjnë lidhje në mes të teorisë dhe praktikës dhe studentët janë në gjendje të idetë e tyre të zhvillojnë nga ideja deri në realizim, duke përfshi edhe mundësinë e krijimit të materialeve digjitale, e cila mendoj për Kosovën tash është një çështje shumë relevante, duke ditë edhe vështirësitë që kemi me tekste mësimore, duke ditë edhe me cilësinë e munguar të materialeve mësimore në shkollë. Pra, një student i joni sot nuk është as pak i diskriminuar me një student në një sistem më të zhvilluar të arsimit, nëse marrim dimensionin e përvojave të tyre ndaj ekspozimit të mundësive për zhvillimin e teknologjisë në procesin mësimor. Pas përfundimit të semestrit atje, ka qenë një rritje jashtëzakonisht e madhe profesionale, për shkak që kom ditë se çfarë vendit punës du me punu, po të njëjtën kohë edhe kur një punëdhënës ka marrë CV-n tim para dorës, e ka pa që okej, kjo ka shkëmbim internacional, ose veç e din me i dallu idejat e reja, din me jap diçka më të re, ose ndryshe në kompani. Kështu që në aspektin profesional ka qenë një ngritje goxha e lartë. Kisha me thonë, po edhe më ka bu me arrit këtu ku jam. Dhe karakteristika e dytë është që kem pas një projekt inovativ që është bërë për herë të parë nga Universitetet e Kosovës, ku Fakulteti i Edukimit ka qenë partner në zhvillimin e një programi të përbashkët master në kuadër të programit të Bashkimit Evropian për hartimin e programeve Erasmus në katalogun që ofrohet të gjithë studentëve nëpër botë. Këto programe janë programe që ofrohen me diplomë të përbashkët nga më shumë se 3 universitete dhe në këtë rast ne kemi qenë si udhëheqës i këtij projekti. Me fjalë të tjera, kjo përcakton edhe një standard të ri përveç përfitimeve. Këto projekte kanë edhe rëndësinë që përcaktojnë edhe rrugën e zhvillimit të sektorit arsimit lartë. Të rritur në një kulturë dhe në një ambient të ndryshëm e të favorshëm, studentët e rinj të vendit po testojnë tashmë aftësitë e tyre në biznes dhe inovacion. Inovatorët e rinj tashmë kanë nisur të përfshihen në industrinë e prodhimit dhe inovacionit. Lobbyboy është platformë për menaxhimin e hoteleve dhe janë 4 produkte në një. Është pjesa Channel Manager, kemi lidhje direkte me kanalet online Booking, Airbnb, Expedia, që i bjen një hotel, pëzojnë a i ko 30 dhoma, tash në qofë si vjen një rezervim prej bookingut, i shfoqet në kalendar dhe njëtën ko mbyllët qaj o dhomë për ato data në këtë kanalet tjera që është i lidhën. Foton është një startup
i fokusum në fushën e dronave. Ne kryesisht bëjmë drona për agrikulturë dhe drona për zjarfikje. Potencialisht në të ardhmen synojmë me bë drona për ushtri, drona kamikaz dhe drona luftarak. Punajna zgjedh pjesë e stara projektit, është fundet prej EU-s edhe përveç trajnimeve, mentorime që kemi pas nga ana tyre, kemi marrë dhe mbështetje financiare. Kjo mbështetje financiare na ka mundësu e para për mi zhvillu disa module, disa funksione që janë konë të domosdoshme për pjesën tonë. Mbështetja nga Bashkimi Evropian ka qenë shumë anshme edhe shumë e nevojshme. Së pari na kanë ndihmu me ble senzorin multispektral, e cila pajisje është shumë e shtrenjtë për një startup që sapo ka fillu. Ai sensor na ka mundësu me i marrë dhonat që neve na dohen për me arrit qëllimin e projektit tonë me agrikulturë. Kemi pas mbështetje nga Bashkimi Evropian edhe me trajnime. Trajnime të cilat na kanë ndihmu me e pas si janë kriteret e Bashkimit Evropian për projekte të tilla. The second is economy and everything which is connected to prosperity of Kosovo, so that Kosovo can integrate into European Union and the EU internal market one day and can compete there with the forces on that market. And in that regard, for instance, we have not only supported private companies, allowing them to grow, enabling them to grow, supporting vulnerable people in the society, supporting youth, supporting women, but as well, for instance, in the context of this integration of Kosovo, are working on integration of Kosovo into the single European payment area. Duhet të theksojmë që Kosova vazhdimisht ka qenë e përkushtuar në adaptimin e praktikave të mira ndërkombëtare, veçanërisht ato që vijnë nga Bashkimi Evropian. Pra, fakti që e theksova marrëveshjen stabilizim asociimit, aty kanë qenë një varg kriterësh që duhet të plotësohen në kuptimin e legjislacionit dhe politikave relevante, në mënyrë që të fillojmë negociatat. Dhe kjo ka ndikuar që Kosova të përgatitet duke respektuar rregullat ndërkombëtare, ligjet ndërkombëtare. Dhe kjo ka pasur ndikim pozitiv direkt. Ajo është e rëndësishme. Nëse krahasojmë vitin 2014 në themelimin e KS-s me vitin 2026 ose 25-24 vitet e fundit, Kosova ka ndjekur edhe me tej praktikat e mira ndërkombëtare. Duke qenë se Bashkimi Evropian dhe këto reformat që shtyhen në kuadër të programeve me Bashkimin Evropian gjithmonë kanë një nivel të, kisha thënë, kushtëzimit pozitiv dhe në një objektiv që të çoj vendet përfituese jo anëtare si Kosova një hap më afër Bashkimit Evropian. Another instrument which the European Commission and the European taxpayers put to the disposal of the whole Western Balkan region is the Reform and Growth Facility, which is a very concrete instrument to be clearly bound to and conditioned on reforms implemented by the respective governments in the region. So in the case of Kosovo, the Kosovo government in 2024 already developed a set of reforms which they want to pursue and they want to implement based on their own political will. Which they discussed with the European Commission and for which we agreed that we will support Kosovo. With overall, over 3 years, it's over 880 million euros. These 880 million euros are, as I mentioned, concretely connected to reforms which Kosovo government committed to implement. So these reforms are transformational in the areas I touched upon already: rule of law, digitalization, public administration, environment. And we will be assessing progress every half a year, and depending on how the progress goes, we will be progressively releasing shares of this overall sum. Already this spring, Kosovo is receiving a pre-financing in the height of some 60 million euros.
and we will be watching progress and hoping to continue. And of course, I want to stress that both the pre-accession assistance, the 421 million, as well as the funds under the Reform and Growth Facility for over 880 million come on top of what I already mentioned, on top of the 3.7 billion euros spent in support of Kosovo so far.